Ishe në fillim shkove në Freiburg apo jo? Atje nisi. Sport Club Freiburg, po. Atje shkova domethënë, atje u kriju lidhja tre sezone. Pra 92-95 Altini ka qenë tek Freiburgu, pastaj ka qenë te Hertha e Berlinit 2 sezone 95-97. Pastaj tek një skuadër që unë s'po ja lexoj dot emrin. Ajo e ka Spielvereinigung Unterhaching, domethënë. Ta tentojmë një herë. Edhe një herë Altin, të lutem. Spielvereinigung Unterhaching. Jo, mos e them. Thuaj atëre si thonë shqiptarët. Si thonë shqiptarët, po? Unterhaching. Unterhaching. Po si më duk sigur po flisja diçka ande nga gjua mandarinet. Po, si kinez. Unterhaching. Unterhaching. Kështu do thoshin në shqiptarët atëre. Unterhaching është një zonë, një zonat më të bukura të Munichut. Domethënë është pjesë e qytetit Munichut. Është si kombinati këtu në Tiranë. Është në Munich kjo skuadër. Po, është si kombinati fix, siç është kombinati në Tiranë, është Unterhaching në Munich. Po besoj se ka stadium tjetër, ju nuk luan në Allianz Arena, me të Bayernit. Normalisht aty kanë stadiume. Disa skuadra në Munich, është për shembull Bayern Munich që është e para. Është 860 të Munich. Po, edhe kjo 1860. Edhe Unterhaching, pra këto tre skuadra janë kryesore të. Pastaj ka skuadra amatore të tjerë. 5 sezone atje te Unterhaching i Munichut. Emra të tjerë të vështirë. Dhe pastaj u ktheve në Tiranë, po dua të ngelem pak në Bundesliga para se të kthesh. Pra nga viti 92 Altin deri në vitin 2003. Atëherë në Unterhaching ndeta 5 vjet. Po. Pastaj nga Unterhachingu ika një vit në Turqi, në Superligën turke. Po. Me një skuadër diku anë në kufimi i Irakun. Mi që s'kishte luftë atëherë. I pas kam bjetuar shumë kohëve. Jo, aty afër Gaziantepit, Diyarbakir quhet. Diyarbakir, okay. Diyarbakir Spor, kështu e themi. Diyarbakir, po. Dhe u ktheva pastaj prapë në Gjermani mas një viti në Jan Regensburg, Liga 2 gjermane. Po. Pastaj nga Regensburgu erdha në Shqipëri. Ti ke patur momente shumë të mira në Bundesligën gjermane, ke shënuar shumë gola, patjetër, ke ndihmuar po themi në skuadrën, nuk e di, në shpallje kampion, në kategorinë ku luaje ti. Momentet më të mira të tua në Bundesligë, për shembull, cilat e kanë qenë? Në fakt kur e kthej kasetën edhe herë gjithë jetës karrierës time atje në Gjermani, nuk kam qenë pjesë e skuadrave të mëdha që pretendonin për kampion apo qoftë edhe për vende 2-3. Kam qenë pjesë e skuadrave modeste. Okej. Në Bundesligën 1 po flasim, pra në elitën e futbollit gjerman. Ndërsa kur kam qenë pjesë e Ligës 2 gjermane, që është goxha mos them edhe më e fortë se domethënë se ka shumë luftë sportive, ka shumë agresivitet se Bundesliga 1. Kam qenë pjesë e skuadrave të Ligës 2 dhe kam dalë 3 herë kampion i Ligës 2. Pra, dhe jemi fut në parë, me 3 skuadra të ndryshme, me Freiburgun, që sapo shkova vitin e parë. Domethënë atë vit që shkova unë dhe isha këshunuesi më i mirë i skuadrës, lojtari kryesor i skuadrës, që erdha nga hiçi, pra më njoft domethënë dhe u bëra aty në një kohë shumë të shkurtër brenda një viti, dhe që u hoqja skuadrën në ligën e parë. Si i Freiburg kanë qenë edhe me Hertha e Berlinit. Po. Që shkova në Ligë 2 dhe futa në Ligë të parë, unë dhe skuadra, jo vetëm unë, domethënë, por që unë si sukses personal dhe quaj. Gjithashtu dhe Unterhachingu. Dhe Unterhachingu, domethënë një skuadër modeste e Munichut, pra një skuadër e treta e Munichut, po që ka qenë gjithmonë si satelit i Bayernit. Po. Domethënë është koalicion me Bayernit, si skuadër satelitore e Bayernit, domethënë. Dhe Bayerni e ndihmonte gjithmonë me lojtar që nuk i përdorte vetë për shkakun Boazim, sidomos te ekipi i dytë, jo te ekipi i parë, se ekipi i parë ka pas gjithmonë. Patjetër. Dhe që në objektivat e veta e kishte suksesin më të madh po të qëndronte në Ligë 2. Ne u futëm në Ligë të parë dhe tu kam dhe një kështu Më duket është ai momenti që ti me Unterhachingun ke ndihmuar Bayernin e Munichut të shpallet kampion. Bravo, ajo është një vit mbas, por momenti që unë erdha në Unterhaching, më vjen Bild-Zeitung, një nga gazetarët Bild-Zeitung që kapte bulonte sportin e Unterhachingut, se është ndamë, bile edhe sot sa ditë e kam mik.
Dhe më bën një intervistë mu, si lojtari i ri që sa kisha ardhur, ne kush është objektivi, thash që thash unë kam marrë këtu, thash unë që të futem në Bundesliga. I pari qeshi ai. Do të qeshi se mori seriozisht, është mirë këtu me vetë, çfarë Bundesliga thotë. Erdhi nga Shqipëria, jo nga Shqipëria, nga këto skuadra të Berlinit, po. Domethënë, ishte një objektiv që sharak për atë. Dhe të ndesëmën, edhe sot intervista shkët nesër në klub. Edhe Bild Zeitung e lexuan të gjithë, ata kishin lexuar çunat e skuadrës. Edhe sa futën, hajde o Bundesliga, tu vol. Do ato me të qeshme. Po ti si reagove? Me i çfarë? Mirë, ka problem thash. Unë kështu e shoh. Unë nuk jam loser, thash që të vi këtu, për me net më hongre çap buk. Unë duaj thash unë sjell diçka. Kërkoj maksimumin e asaj. Ky jam unë, kështu vi. Edhe një vit më mbrapa në u futën Bundesliga me gjithë më shifshin gjuk shumë mu. O ti çaj dim thëm, mos je gjotha shenjtorti dhe që ke parashikon të ardhmen? Po në fakt jo, se ti kishe bërë gola, ti kishe dhënë rezultate, kështu që shenjtor nuk ishe. Njihte kapacitetin edhe skuadra ishte goxha më. Do trajneri që mblodhi skuadrën, unë në fakt të herët e Berlinit pata shumë probleme muskulore atë vit. Dhe nuk pata mundësinë të aktivizohesha shumë, si isha gjithkohë. Dhe kjo ty të jep pak mundësi edhe për rinovim kontrate. Pra, klubi i Hertës Berlinit ishte i pak naq me mënyrën si kishin rrjedh vitin e dytë ngjarjet me mua. Dhe unë vetë doja të largohesha se shifsha Hertën e Berlinit jo më si perspektivë nga gjithë këto gjëra që ndodhin, edhe doja të lëvizsha. Dhe trajneri, si puna ime, lojtar si puna ime, mblodhi nga shumë skuadra që ishin lojtar shumë të mirë, por nuk kishin pas fat atë vit. Dhe bëri skuadra shumë kompakte, shumë mirë, dhe për ne atë vit domethënë patëm shumë suksese dhe u kualifikum. Po unë shifsha kualitetin. Edhe kur shef një kualitet se të shohësh një skuadër që do është normale, s'mund të japësh deklarata të tilla se si e budall. Domethënë ti e shifi që kishte një perspektivë. Kisha besim te skuadra që Dhe është ai momenti që mua më kujtua që ti ke ndihmuar që Bayern Muniu të shpallet kampion atë vit, që ne u futëm në Bundesliga. Atë vit, që ata të besuan ty, që ata qeshën në ty. Bravo. Dhe u futëm ligë të parë. Ti jo vetëm që u futen ligë të parë, po ti ndihmove edhe Bayernin që të shpallej kampion i Gjermanisë. Ligën e parë ne domethënë e siguruam në mesin e tabelës, se domethënë ishin skuadra modeste, lojtar të ri të mëdhej nuk morën se nuk i kishin kapacitetet financiare. Ne me atë skuadër ngelëm në mesin e Bundesligës një që ishte suksesi jashtëzakonshëm. Jo vetëm kaq, po në fund fare, në ndeshjen e fundit të kampionatit, Bayern Leverkusen në atë kohë ishte skuadra më e mirë e kampionatit. Ishte skuadra më e kompletuar. Kishte një 3 brazilian, Emerson, Zé Roberto, Ulf Kirsten, ishin lojtar Michael Ballack, do ishin komplet lojtar formacioni o brazilian, kombëtarës o gjerman. Kombëtarës gjerman. Do ishin skuadra më e kompletuar. Të dyja ndeshjet me Bayernin e mytën Bayernin, i morën 4 pikë, nuk ishte sistem 3 pikë, atëherë 2 pikë. Dhe ndeshja e fundit e Bayern Leverkusenit ishte 2 pikë larg Bayernit. Të Muniut, po. Ishte 2 pikë larg. Ndeshja e fundit e Bayern Leverkusen ishte kundër nesh në stadiumin ton. Po. Bayerni lutet po në të njëjtën qytet, pra në stadiumin e vet në Olympia Stadium, lutet kundër Werder Bremenit. Dhe Bayerni duhet fitote, to duhet humbicin. E ditë Bayerni kampion me gol avarash. Me gol avarash, po. Me pikë barabarta. Me gol avarash. Edhe Bayerni vetë domethënë e ditë që e kishte unë kampionat. Po. Por kishin një mjeshtër ata dhe kanë sot domethënë që është ai ka një nga njerëzit më të zgjuar dhe më jo rezultativ, pse ka qenë vetë futbollist Uli Hënës. Uli Hënës, po. Drejtori më duket i sportiv, mos gaboj. Ai ka qenë president, drejtor, domethënë ka qenë gjithkohon pjesë aty, ai e ka ndërtuar të klub Bayernin bashkë me Franz Beckenbauer. Ai ishte njëri domethënë se ishte edhe biznesmen. Po. Ai ditë ku ti prekte gjërat. Dhe unë atë kohë ishte thash sateliti i Bayernit. Kishin marrëdhënie shumë të mira bashkë. Dhe nga kjo pikpamje ne e dinim që këtë ndeshje pavarësisht se ne kishim marrë pjesën tonë, ne kishim kap mesin e kampionatit, ishte ndeshja fundit dhe kur vjen fundi i kampionatit gjithë futbollistat
sidomos ato që nuk luajnë për objektiv, që i kanë realizuar objektivat, e kanë menjen të pushimet, se kanë menjen më të neshje. Ku do bëj pushime Maldive me dashur, me familjen, domethënë s'mendon njëri më për ndeshje aty, ndeshjet e fundit kampionatit, se edhe janë lodh. Po, patjetër nuk diskuton. Kur je pa objektiva ka fjalën, se kur të duhet të finale ndeshje në fundit, je akoma aty. Se mund kesh finale në fund për shembull, është tjetër gjë. Po kur edhe ne nuk kishim objektiva, ama kishim ndeshje të tillë që ne ishim të obliguar të jipshim maksimumin ton, sepse duhet ndihmonim ortakun ton, si më thon, Bayern Minut. Por që uli hënës ishte mjeshtër, ishte mjeshtër. Unë në atë kohë isha zëvendës kapiteni i skuadrës. Kapiteni ishte një djalë tjetër. Dhe ai i kërkon presidentit ton një takim misor në një kafe, thjesht me presidentin dhe kapitenin dhe zëvendës kapitenin e skuadrës. Tash nuk bëhe fjala për rrushfete e gjona, domethënë. Para ndeshjes ky muhabet. Para ndeshjes. Okej. Para ndeshjes. Interesante kjo. Para ndeshjes. Domethënë një javë para ndeshjes, edhe pra se di marrëdhënia dhe aleanca që kishte Bayerni me Monterrey, pra di. Po. Dhe kundërta ishte Bayerni dhe kundërta ishte 860, që ishte rival me këto, domethënë nuk kishin lidhje. Dhe ne patëm takim një nga kafenet e qytetit, e kupton, ku zakonisht shkonin këto lojtarët e Bayernit, shkuam aty dhe pimi kafe me presidentin, me këtë drejtori ishte në atë kohë. Uli Hënesin. Po. Edhe tekstualisht ne po bëshim muhabete të ndryshme, pa përmend fare punën e ndeshjes. Një moment thot ai, Zimmerman i thot atij kapitenit, si duket skuadra këtë javë? I keni përnotuar pushimet? Se keni mendje fare për ndeshjen. E keni përnotuar pushimet? Dhe kapiteni i thot, maestro i thot, ne se është ky djali kapiteni që ishte ne ishte Venali, është nga Bayerni, domethënë aty. Edhe sot punon te klubi, te fan klubi i Bayernit Munich. E djali sot, domethënë. Tha, ne akoma si kemi përnotuar pushimet, sepse kemi edhe ndeshje shumë të rëndësishme, thaj. Okej. Domethënë, ky ishte biseda. Po që u morën vesh. Më duhet të them tani që realizimi i këtij podcasti nuk do ishte i mundur pa leximtarin Bonon edhe Cineplexin, kështu që falenderojmë Cineplexin për filmat e mirë edhe për kokoshkat e shijshme që na sjell për herë dhe që e kanë çmendur fare kolegun tim. Patjetër. Ja, sapo më kujtove ti Bonon që më ëmbëlson mua gjithmonë pas çdo podcasti dhe po ashtu edhe leximtarin që na jep sugjerimet e duhura për të gjithë librat që ne duhet të lexojmë, sepse e di sa për zemër i kam të gjithë ata që na japin sugjerimet të mira për filma, për libra dhe për gjithçka tjetër. Realisht i kam shumë për zemër se unë dhe Egoni jemi të dy peshore, kështu që kemi shumë të vështirë të zgjedhim edhe i duam njerëzit që na tregojnë çfarë të bëjmë. Shumë e vërtet. Jemi këtu në këtë bisedë me legjendën e kombëtares ton, me ish futbollistin Altin Rakli, që me gjëra fjala çfarë shenjë në horoskop se na tha peshorën Viola. Ngaforja, okay. Një shenjë shumë e përkushtuar pas gjërave që bën dhe jo më kot. E ka prirje futbolli Ngaforja? Varet, nuk ka të bëjë me një prirje specifike, varet. Ka përkushtimin për atë gjë që bën që të jetë zakonisht më e mira në atë gjë që bën, edhe në rastin konkret. Që natyrshëm vjen edhe tani, jo besoj plotësisht nga shenja horoskopit se s'ka lidhje, po një lloj karakteristike e ka dhe këtë ka treguar edhe Altini në fushën e gjelbër të futbollit. Altin, ne e lam te Bundesliga. Ti ke patur goxha episode, një nga ata që është përfolur shpesh edhe po themi një shkëmbim ose një replik, si mund të themun, me të madhin, me Kaiserin e futbollit, me Franz Beckenbauerin. Ishe i ri atëre dhe i riu si veriu, thot ajo fjala, që nuk i mendon gjërat shumë, po them kështu gjak nxehtë, shumë impulsiv. Po mjaft interesante ajo historia me Beckenbauerin. Ta tregojmë edhe për ata që na dëgjojnë. Në fakt, unë aty u tregova, nuk ishte lidhje me moshën, apo ashtu u tregova shqiptar.
Tashi Kaiser ishte një njeri i madh, do betë një njeri i madh në futbollin, jo vetëm futbollin, por edhe në jetën private jo vetëm Gjermanisë, por edhe një figurë shumë e futbollit evropian e botror. Kështu që në këtë aspekt nuk kemi çfarë diskutojmë në këtë pjesë, po ajo erdhi direkt mbas një deklarate që ai kishte bërë në një nga gazetat më të famshme në Gjermani, Bild Zeitung. Për ekimin ton kombëtar para ndeshjes në Kaiserslautern, domethënë që mos më erdhi mirë, edhe një javë më pas kur ne luajtëm direkt kundër Bayernit dhe ishte presidenti i Bayernit. Momentin që u takuam aty dhe ai më uroi për golin që kisha për Gjermanisë, më thash, po ne shqiptarët s'dim të futboll, se kështu dëgjova me një gazetë dhe ky ishte ai shkëmbimi dhe ironia në këtë rast, po që ai e mori me sportivitet dhe nuk është se u mërzit. Se deklarata ishte konkretisht kjo që ti ja ktheve si përgjigje pas suksesit. Pasi ai në një gazetë kishte thënë domethënë që Shqipëria nuk është skuadër që Gjermania do ta marrë shumë seriozisht në këtë aspekt.